Krenaria Shqiptare. Jam këtu me presidentin e firmës Krenaria Shqiptare, me Qim Kërçukun. Është katunari im, jam rrit me këte, kam bo shkollën me Qimin. Qimo, na thuni llafe për aktivitetin tatë. E valla, Frimo, falenderojmë për këtë video, jeni në Rumën, unë jem me fjalë qështo dhe Frimi, jemi fshatat, katonar ton, le rrit gjithë mi vel, gjithë mon kemi qenë. Po. Falenderojmë gjithë shqiptarët anë në badën ku jenë, unë jem në Itali, në Atsano Deqen Pordenone, jem me fjalë Dërqim Kërçuku si thot dhe Frimi, jam presidenti i shoqatës Krenaria Shqiptare ODV, që është një shoqatë komunitetit shqiptar, jemi gjithë vullnetar, kemi hapur edhe shkollën. Kemi edhe shkollën nga 3 vjet, kemi shkollën, e kemi vonë edhe emrin Shkolla Besa, me qes jem kavajën, edhe kemi edhe ekipin tonë. Shkolla Besa ka emrin, e? Shkolla Besa. Kemi në Pordenone, Në Pordenone, në Atsano Deqen Pordenone, mashallah, kemi nga 25, 30, 20 fëmijë edhe që vinë. Pra, bëj shkollën, flasin Shqip, bëj shkryq Shqip. Janë fëmijët e bashkëdhetarëve tonë, që jenë aty, me fjalë, kemi në zonë ose Të falë zodhje. Kemi në zonë që kanë aty, nuk di që... Merë vesh të bë, ka hap shkollën Shqipe, në Itali. Emri Besa, kemi shkollën Besa. Edhe me datë 2 maj, edhe po, ne si shoqatë organizojmë nga që jemi shoqatë kulturale. Shiko, shumë e rëndësishme kjo që po flet. Kulturale, kemi organizuar një mega koncert me yllin e këngëtarës tonë shqiptare të Tiranës, Artiola Toskën. Pse Artiola Toskë do vi këtë me datë 2, ë? Artiola Toskë. Me datë 2. Andi Mallkuqi. Që një tjetër me fjalë, po me gjithë kemi edhe muzikantët e për gjithë ju shqiptarët që jeni, për gjithë ju shqiptarët që jeni anë vërdall afër Pordenone, do bëhet organizimi më i madh me këngëtarën e madhe Artiola Toska. Sa është popullore. Ju mirpresim, miqtë të vini, jeni të mërkpritëm. Me gjithë të i ftesë personale ka dhe Frimi, Frimi dhe ja di që është... shumë, po unë jam i okupato. Eshtu. Me gjithë të ne ju mirpresim. Frim, falënderit. Respekt dhe pa fund. Marë e mirë ty dhe me biznesin. Unë jam krenar që të kom ty këtu, sepse plus që je katunari im, por je dhe presidenti shoqatës kombëtare. Që shuta? Krenaria Shqiptare. Krenaria Shqiptare. E kupton? Shoqatës Krenaria Shqiptare. E bëj me zemër, një si që bënë dhe Frimi tash. Po, për zotin. Ma shpërndani këtë video kudo, edhe çoja në gjithë shqiptarëve, gjithë emigrantëve, jo vetëm në Itali, po në të gjithë botën. Me gjithë të më sharone, nëse keni me shqit, me ble, më shkoni kot në për vende tjerë, sepse dhe humni kohën, dhe humni edhe lek në humni. Faleminderit. Kjo është i zoti këtë në gjone për përshqitje e blerje, e frem hasë është nuk me një... Faleminderit, Qimo. Parasik edhe në Evropë dhe filloj dalin e me këtë. Faleminderit. Shpërndani videon, isha me Ndërqim Kërçukun, me presidentin e shoqatës Krenaria Shqiptare. Ju përshëndesim. Me pashim gjithë, e përshëndetit gjithë.